Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, shërbimi i deputetëve vërteton se në salë jemi të pranishëm 111 deputet, pra mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Para se të vazhdojmë me seancën, sot është 5 maj, dita e dëshmorëve, juftoj të gjithëve që me 1 minutë heshtje të nderojmë ata që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Lavdit gjithë atyre që kanë dhënë jetën për lirinë e Republikës Kosovës. Me që herë e fundit nuk kemi pasur korum zgjedhor për zgjedhjen e Komisionit Zgjedhor për kryetar të Kuvendit të Kosovës, jemi detyruar të ndërpresim seancën. Atëherë subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, nismë nuk kanë propozuar antarë për Komisionin Zgjedhor. Lus subjektin politik PDK që të propozoj antarin një deputet për antarë të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk kemi propozim, atëherë lus LDK-n që të propozoj një deputet për antar të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit Kuvendit të Republikës Kosovës. Vazhdojmë tutje, lus Listën Sërbe që të propozoj një deputet për antar Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kosovës. LDK-n e ftova, edhe një herë thrasin nëse ka nevojë, le të urdhërojnë le ta propozojnë një kandidat, nëse jo, atëherë vazhdojnë tutje. Lus AK-n, nisma, ta propozojnë një kandidat për antar të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pasdhjetë e 6 deputet kanë dhënë votën për, 1 kundër, abstenim nuk ka, s'kemi pasur sërish korum dhe seanca ndërpritet në 7 maj, shihemi përsëri në orën 10.